Qenjet nga planeti Tjahuba çdo shekull dërgojnë një përfaqësues të tyre në tokë, dhe sipas Michelit, edhe profeti Enok që një prej tyre. Kur mësimet e dërguarit të tyre nuk mjaftojnë, ata ndërhyjnë direkt në planetin tonë. Le të shohim në këtë pjesë se si duket planeti i tyre dhe kush është misioni Michel Desmarquez. Do të përshkruaj vetëm një det dhe parimet bazë, sepse është e pamundur që të përshkruaj librin me detaje. Kush ka kurështje mund të lexojë vetë librin. Planeti Tjahuba është një planet i kategorisë 9 të zhvillimit në univers. Sipas librit, ekzistojnë 9 kategori të planeteve materiale, dhe toka është një planet i kategorisë parë, që do të thotë se ka një civilizim që sapo ka filluar të zhvillohet. Micheli kaloi 9 ditë në planetin Tjahuba, që është edhe kufiri maksimal i qëndrimit për një trup biologjik njerëzor, që nuk mund të durojë më shumë vibrimin dhe ndriçimin e këtyre planeteve. Ekzistojnë 147 planetë të kategorisë parë në sistemin tonë diellor, të cilët i ndihmojnë qenjet nga Tjahuba direkt apo indirekt. Planeti Tjahuba është shfaqja më e lartë materiale e zhvillimit, dhe pas kësaj kemi vetëm energji të pastër dhe ekzistencë jo materiale. Micheli e përshkruan planetin si parajs, lumenj, liqene dhe pyje me ngjyra të mrekullueshme. Duket sikur çdo gjë të shkëlqen me një dritë të brendshme, e cila krijohet nga spektra të ndryshëm dhe vibrime të pakuptueshme për ne qenjet njerëzore. Qenjet nga Tjahuba jetonin në ndërtesa elektromagnetike në formën e vezës që i quanin doko. Nga jashtë kishin ngjyrë të bardhë, por nga brenda qenë plotësisht transparent. Këto qenje hanin një përzierje që e quanin hidromel, një lëng energjetik ngopës dhe të mjaftueshëm. Rrallë ndjenin uri. Për çdo lloj komunikimi, përdorin telepatin dhe nuk kishin nevojë fare për shkolla apo arsimim në përgjithësi. Dihet i merrnin nëpërmjet komunikimit telepatik ose nëpërmjet kontaktit me burimin, për të cilin do të flasin në pjesën e tretë. Qenjet nga ky planet mund të jetojnë në këtë univers material sa të duan, mijëra miliona vjet, sepse kanë zhvilluar mundësinë e rigjenerimit të organizmit. Të gjithë dukesh sikur qenë 20 vjeç, megjithëse qenë shumë më të vjetër. Kjo për arsye sepse kishin zhvilluar teknikën e vetdijes, nëpërmjet së cilës mund të rregullojnë proceset biologjik në trupat e tyre. Sëmundjet janë të panjohura për ta, dhe vdekja mund të ndodhë ose nga një aksident ose nga vetvrasja. Vdekja për këto qenje ka një kuptim tjetër, është kalimi nga bota materiale tek ajo jo materiale. Këto qenje kanë aftësi të paraqiten si në botën tonë materiale, ashtu dhe tek ajo jo materiale. Ne, njerëzve të thjeshtë, këto qenje do të na dukeshin si zota. Në një ndërtesë doko ngjyrë ari, ndodheshin 147 trupa lajmtarësh që rrotulloheshin pa pushim. Nuk janë të lindur normalisht, por të dizenjuar për qëllime speciale. Një nga këta trupa quhet trupi i Jezu Krishtit, i cili në formë materiale, para më shumë se 2000 vjetësh, zbriti në tokë duke sjellë njerëzimit mesazhin e tyre. Historia e Jezu Krishtit tregon se si punojnë qenjet nga planeti Tjahuba, dhe toka është një nga 147 planetët ku këto qenje dërgojnë lajmtarët e tyre. Doko, ku gjendeshin 147 trupat e lajmtarëve, ndodhen në ishull. Këto trupa, nga gjendja astrale, materializohen në fetus dhe lindin në planetin ku kanë misionin e tyre. Pra këto qenje nuk vijnë tek ne nëpërmjet rrugës seksuale. Kjo është historia e Jezu Krishtit, trupi të cilit ruhet akoma në gjendje pezullimi, që do të thotë se parashikohet për përdorim të dytë, dhe duke ditur që krishterët propagandojnë ardhin e tij të dytë, ata diçka dinë. Ne të morëm ty, i thanë Michelit, që të shohësh planetin tonë dhe të çosh në planetin tuaj disa mesazhe. Ka ardhur koha që të ndodhin gjëra të veçanta. Pas mijëra vjetësh errësire dhe gërësie në tokë, u shfaqi i shtuquajturi civilizim. Si rrjedhoi e kësaj, u zhvillua dhe teknologjia, e cila ka ecur përpara këto 150 vjet të fundit. Kanë kaluar 14500 vjet që kur në tokë ndodhet civilizimi i fundit. Teknologjia e sotme është bërë shumë e rrezikshme për jetën në tokë. Kjo teknologji nuk ka sjellë përparinë shpirtërore, por robëri të racës njerëzore. Njerëzit i shërbejnë vetëm një qëllimi, mbledhjes së pasurisë
gjë që sjell si rezultat varësi, xhelozi dhe urrejtje për ata që kanë më shumë. Si përfundim, zhvillimi juaj teknologjik, që është shumë herë më i dobët se përpara 14.500 vjetësh, po e tërheq civilizimin tuaj në një rënim total, si nga ana morale, ashtu dhe nga ajo shpirtërore. Ne, banorët e Tjaubës, kemi për detyrë t'ju ndihmojmë, t'ju udhëheqim dhe nganjëherë t'ju dënojmë. Shumë njerëz në tokë mendojnë se armatimi nuklear është më i rrezikshëm për jetën në tokë, por kjo nuk është e vërtetë. Rreziku më i madh është materializmi. Disa ndjekin pushtetin, disa paran, disa drogën, duke akumuluar shumë më tepër se fqinjë i tij. Kush ka një mbretëri të vogël, do ta zmadhojë, ndërkohë që njeriu kur vdes duhet të braktisë gjithçka. Ju përpiqeni të gjithë jetën për gjëra materiale, duke mos i lënë vetes kohë për ngritjen shpirtërore. Trupi astral mban mend dhe shkruan gjithçka që ka jetuar në jetë të ndryshme dhe fisnikërohet vetëm shpirtërisht dhe jo materialisht, ndërkohë që trupi fizik është si një makinë që e lëm apo braktisin kur vdesim. Besoj se ke kuptuar se ne të gjithë dukemi në të njëjtën moshë. Ne jemi një nga 3 planetet e kësaj kategorie në këtë galaksi. Ne mund të lidhemi atë që quhet eteri i madh dhe kemi arritur një zhvillim në nivelin pothuajse të përsosmërisë. Por ne kemi rolet tona që duhet të përsosim si dhe çdo qeni tjetër në univers. Edhe një gur i vogël në plazh ka rolin e tij. Detyra jonë është që të ndihmojmë shpirtërisht dhe nganjëherë edhe materialisht planetin e zhvillimit të ulët. Ti Michel vjen nga planeti Tokë, që ne shpesh e quajmë planeti keqardhje, sepse ka arsye të caktuar. Arsyeja juaj se pse shkatroni natyrën nuk është se keni një jetë vështirë. Ju ndërhyni në ekosistem i cili është i dizenjuar me kujdes. Edhe Australia ku jeton ti, ndotja e ajrit dhe ujit është jashtë normave. Një problem i madh është zhurma. 85% e njerëzve pyesin se çfarë zhurme bëhet fjalë. Zhurma nga trafiku? Pikërisht rreziku më i madh qëndron tek mosbërja për shtypje problemi. Kaq sa për sot. Tek pjesa e tretë dhe e fundit do të flasim për sekretet e universit dhe mënyrën se si njeriu erdhi në tokë. Deri atëherë, tum.